Në këtë edicion do të ndiqni ekspozimi i produkteve ushqimore për shitje, pengesë për lëvizje në rrugën Yll Morina e Ali Pashti Pelena. Mbeturina inerte vazhdojnë të hudhen në natyrë. Intelektualët e shoqatës Jakova shënuan 110 vjetorin e shkollës së parë shqipe në Gjakov. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Në rrugën Yll Morina dhe lagjeve në afërsi, çdo ditë ka lëvizje shumë të madhe të makinave e këmbësorëve. Pengesë për qarkullim aty vazhdimisht, por veçanërisht ditëve të hëna, bëhet ekspozimi i produkteve për shitje, të cilat vendosen në trotuar. Nga aty sot do kërkuat që ato të zhvendosen në hapësirën e dedikuar për treg. Rruga Yll Morina gjatë gjithë javës është e ngarkuar dhe kaosi është i vazhdueshëm, por problemi kryesor sipas banorëve janë shitësit ambulant, të cilët produktet e tyre i vendosin në trotuare dhe këmbësorët nuk kanë nga të kalojnë. Kjo gjendje, thonë ata, është bërë e padurueshme. Na kemi të loshe të mdoja se as këmbësorë s'kanë ku me jesë. Mas ditë unë di me thonë që ku shkojnë këta, unë duna me dojtë ku me jekë mbeturinat e këtu me vazhdimësi. Sipas banorëve, inspektorët nuk po reagojnë për të ndalur këtë gjendje, ndonëse tregu gjendet vetëm disa metra larg dhe është i destinuar për këtë lloj veprimtarie. Kjo ndodh, unë me thonë është për shkak një papërgjegjësisë drejtoratit inspektorave. Kjo gjendje është pimas luftës. Për ma tepër është tregi mrena, tregi rrini thot, nuk futet kërkush mrena, nuk ndodh zakonisht mas çdo sezones ku ti kryejnë këta shërbimet këtu që i kanë kretë, që marrën shitja e gjërave ushqimore, atëherë improvizohet një farë aksioni që pi pastrojnë kishe pi. Në fakt, në realitet, aksioni vish përfundon se s'kanë më shkallë. Edhe Sabaudin Vehapi thët se nuk mund të kalohet fare nëpër trotuare sepse ai është mbushur me shitës të cilët duhet të vendosen në tregun që është shumë afër. Ditët pazarit po ka dhe ditëve tjera, që nuk është pazar, për shembull shtunë bëhet kështu. Kështu nuk po di këta sekretariati për shembull që janë inspektorët, ta duhet më ardhe me këshir me një grupi këtu, që ko boll mirë të mrena për shembull. Mujnë me hi mrena në treg, pse me dalën e mizon trotuar, me në rreziku dhe neve këmbësorëve. E njëjta gjendje paraqiten edhe në afërsi të parkut Mustafa Bakia, si dhe te rruga Ali Pashti Pelena, ku shitësit i kanë vendosur produktet në trotuare duke penguar lëvizjen e qytetarëve. Një tjetër problematik është dhe hedhja mbetjeve inerte në vende jo adekuate. Gjendja e rënduar për të cilën kemi raportuar edhe muaj më parë ka qenë në fshatin Hereç. Pa ndonjë ndryshim pozitiv, situata ishte edhe sot. Mbeturinat inerte vazhdojnë të grumbullohen në rrugët e fshatit Hereç, duke krijuar pamje të pakëndshme dhe duke rrezikuar mjedisin natyror. Banorët prapa kamerave shprehen se situata po përkeçësohet çdo ditë, ndërsa kamion e mjetet të ndryshme hedhin material ndërtimor apo mbeturina nga më të ndryshmet. Edhe pse ekipi i televizionit Syri ka raportuar për këtë problem disa herë më parë, deri më sot nuk është marrë asnjë masë konkrete nga institucionet përgjegjëse. Nga aty u kërkua zbatim rigoroz i ligjit, shqiptimi i xhobave për hedhjen e paligjshme të mbeturinave dhe pastrim të zonës, pasi është mëkat që natyra të degradohet në këtë mënyrë. Dhuna mes moshatarëve, më konkretisht atyre të moshave të vogla pra ciklit të ullët shkollor, është fenomen shumë shqetësues. Materiali në vazhdim na njeh me detaje rreth këtij fenomeni nga psikologja Era Shyti.
Dhuna ndërmjet bashkëmoshatarëve, sidomos mes fëmijëve të ciklit të ulët, po vlerësohet të jetë fenomen tejet shqetësues. Era Shyti është shprehur se dhuna vjen si kombinim i faktorëve të ndryshëm dhe shpesh herë nxitjet që marrin në përditshmëri, përfshirë këtu aktivitete të ndryshme në shkollë, bëjnë që fëmijët i kthejnë sjelljet në impulsive dhe agresive. Dhuna ndërmjet bashkëmoshatarëve në ciklet të ulta të arsimit fillor është një fenomen që vjen si rezultat i kombinimit të faktorëve mjedisor, zhvillimor, emocional dhe atyre psikologjik. Dihet se fëmijët në këtë moshë ende janë në procesin e formimit të ndjenjave të vetë kontrollit, vetë besimit, vetë mbrojtjes, janë në fazat e kuptimit të ndjenjave të tyre dhe në përpjekjet të tyre për të komunikuar në mënyrë patësore. Të shpesh nxitjet që i marrin në situatat e jetës së përditshme si ndarja materialeve, marrja rrodhës, konkurrenca për vëmendje, e bën një fëmijë që lehtësisht mi kthy sjelljet në agresive dhe në sjellje impulsive. Shyti tha se edhe edukata në familje luan një rol të rëndësishëm sepse fëmijët janë imitues të sjelljeve dhe ato që e shohin do ta përçojnë në ambiente të tjera. Shpesh herë edhe edukata në familje luan një rol të rëndësishëm, me qenë se fëmijët modelojnë në sjellje, edhe nëse janë të mësuar që prej shtëpisë, do më thonë, mi zgjidh situatat, mi zgjidh problemet me konflikte të ashpra edhe me komunikim agresiv, atëherë fëmijët kanë më mendu që kjo është zgjidhja më e mira për mi zgjidh problemet në secilin mjedis të ri, qoftë shkollor, qoftë me bashkëmoshatar, qoftë edhe një mjedis me lodra. Qasja më efektive vlerësohet të jetë ajo e parandalimit dhe edukimit, është shprehur Shyti. Qasja më efektive është ajo e parandalimit edhe qasja e edukimit. Dihet se sa më herë që fëmijët i pajisin me edukatë të shëndetshme sociale dhe emocionale, atëherë komu rrit mirëqenia e fëmijëve nëpër shkolla, edhe komu reduktu dhuna, komunikimet agresive, ndëshkimet e rrepta e kështu me radhë. Ekspozimi ndaj mediave me përmbajtje agresive, influenca e teknologjisë dhe faktorë tjerë ndikojnë që fëmijët të reagojnë në mënyrë agresive dhe impulsive ndaj bashkëmoshatarëve. Ky problem kërkon qasje të koordinuar në mes ekipit multidisciplinar të shkollës ku përfshihen edukatorët, mësimdhënësat edhe psikologu i shkollës, gjithmonë duke përfshi edhe familjen. Pasi që qyshëve të seka dhe maherët, fëmijët janë imituesit ose modeluesit më të mirë të sjelljes ndaj të cilave ekspozohen në shtëpi. Ka raste kur edhe fëmijët ende janë në moshën ku nuk dinë mi bë dallimin midis realitetit edhe fantazisë dhe ekspozimet ndaj mediave dhe përmbajtje agresive apo edhe influenca e teknologjisë është njëri prej shkaktarëve që e bën fëmin me reagu do më thonë deri në këtë pikë ku përdor sjellje agresive dhe sjellje impulsive. Për fund, Shyti është shprehur se tregonçi i bashkëpunimit mes familjes, shkollës dhe fëmijës është tejet i rëndësishëm, sidomos në periudhat e tranzicioneve, nga kopshti e pastaj te shkolla. Në shkollën e mesme të lartë të mjekësisë Hysni Zajmi janë organizuar për të mbledhur mjete për fëmijë me aftësi të kufizuara të cilat mbështeten nga Handikos në Gjakov. Procesi deri më tani po shkon mbar dhe së shpejti, mjetet e mbledhura do t'ju dorëzohen atyre. Nxënësit dhe stafi i shkollës së mesme të lartë të mjekësisë Hysni Zajmi në Gjakov janë bashkuar në një iniciativë humanitare për të mbështetur fëmijët me nevoja të veçanta. Ata janë organizuar për të grumbulluar mjete financiare që do t'i dhurohen shoqatës Handikos në Gjakov. Drejtori i shkollës Gjok Tahiri, i cili ka udhëhequr vetë këtë nismë, theksoi se qëllimi kryesor është ndihma për fëmijët që kanë më së shumti nevojë. E neve si shkollë kemi marrë seriozisht punën e grumbullimit të mjeteve për fëmijët me nevoja të veçanta ose për fëmijët e Handikos ose personat e Handikosit. Kështu që si iniciative kemi mirëpritur iniciativën nga Drejtoria Komunale e Arsimit, edhe neve si shkollë kemi deri më tani kemi grumbulluar një sasi të caktuar të mjeteve, të cilat do ju jipen shoqatës së Handikosit. Kështu që me të thënë vërtetën e ka marrë iniciativën si drejtor që edhe mësimdhënësit brenda mundësive që kanë të kontribuojmë në të mirë të fëmijëve me nevoja të veçanta.
Edhe nxënësit janë bërë pjesë e aksionit, duke dhënë kontributin e tyre simbolik. Bashkë me drejtorin e shkollës tonë të Hyzni Zajmit, e kemi marrë domethënë si iniciativë që t'i përkrahim fëmijët me nevoja të kufizume, edhe pashtu që t'i ndihmojmë sa të pak me ato para që i kemi mbledhur ne si shkollë. Aksioni pritet të vazhdojë deri në dorëzimin e mjeteve, ndërsa nga shkolla theksojnë se aktivitetet të tilla do të jenë pjesë e përhershme humanitare. Përmes materialit të radhës do të njihemi me raportin e punës për muajin nëntor për Spitalin e Përgjithshëm Isa Grezda në Gjakov. Spitali i Përgjithshëm Isa Grezda në Gjakov ka publikuar raportin e punës për muajin nëntor në bazë të shërbimeve mjekësore të dhëna. Gjatë muajit nëntor në spital janë hospitalizuar gjithsej 1165 pacient, të cilët kanë qenë të shpërndarë në reparte të ndryshme të spitalit. Se i përket operacioneve, gjatë muajit nëntor janë kryer gjithsej 151 operacione, duke përfshirë 64 në kirurgji, 19 në ortopedi, 11 në urologji, 1 në ORL, 10 në oftalmologji, 11 në ginekologji dhe 35 operacione në obstetrik. 59 djemë e 62 vajza kanë lindur në spital gjatë nëntorit të këtij viti, ku 35 prej tyre kanë qenë lindje me prerje cesariane. Duke u referuar të dhënave të publikuara, se i përket shërbimeve ambulantore, në spitalin Isa Grezda janë kryer gjithsej 10.918 vizita mjekësore, përfshirë këtu 438 shërbime të CTS, 1257 shërbime në ro kabinet dhe 1015 shërbime në mjekësinë fizikale dhe rehabilitim. Shërbime laboratorike gjatë nëntorit kanë marrë gjithsej 2767 pacient. Në repartin e hemodializës janë realizuar gjithsej 727 dializa. Ndërka që në Spitalin e Përgjithshëm Isa Grezda në nëntor të vitit 2025, në EMG shërbim kanë marrë 28 pacient, në spirometri 45 pacient dhe në ergometri 7 pacient. Në urgjencën e spitalit shërbime të ndryshme shëndetësore kanë marrë 1648 pacient. Shoqata e intelektualëve Jakova ka mbajtur sot një tryezë tematike. Në këtë takim të intelektualëve u diskutuar rreth përvjetorit të 110 të shkollës së parë shqipe në Gjakov të quajtur Skënderbeg. Shoqata e intelektualëve Jakova në bashkëpunim me shoqatën e veteranëve të arsimit 7 marsi sot kanë mbajtur tryezën tematike kushtuar 110 vjetorit të shkollës së parë shqipe Skënderbeg në Gjakov 1915-2025. Ngjarja u zhvillua në bibliotekën e qytetit Ibrahim Rogova në sallën Tekit Dervishi, ku morën pjesë studiues, profesor, intelektual dhe të ftuar të tjerë, të cilët diskutuan rëndësinë historike të shkollës së parë shqipe në qytet. Profesor Agim Jaka foli për rëndësinë e tematikës dhe ngjarjes. Ishte shkolla e parë shqipe shtetërore e organizuar me plan dhe program simor 6 vjeçar dhe pasuese e atyre klasave të organizuara nga mësues vullnetar në vite të ndryshme pranë objekteve fetare dhe ndonjë klasë në shtëpi private të mësuesve. Ndërkaq profesor Ragib Ballata foli për rrugëtimin e arsimit shqip ndër vite dhe kontributin e gjeneratave që kanë mbajtur gjallë këtë institucion arsimor. Përveç kësaj arsye që ju thash dhe arsye historike të shkollës Skënderbeg si shkollë e parë me plan e program dhe shkollë publike. Pra nuk duhet t'i përzim si pëndodhë. Përmes referimeve dhe diskutimeve u theksua vlera e trashëgimisë arsimore të Gjakovës, duke rikujtuar se hapja e shkollës Skënderbeg në vitin 1915 shënon një prej momenteve më të rëndësishme në historinë kulturore e kombëtare të vendit. Vitet deri në vitin 1915, prej ardhes së gjatë turqëve, luftrave ballkanike, luftës së parë botërore kanë qenë vendimtare për ndryshimet dhe ardhmërinë e shkollës, sidomos shkollës shqipe. Në veçanti ardha e Austro-Hungarisë nuk ka qenë çështje simpatie Austro-Hungaria. Nuk ka çështje simpatie, shtetet nuk luftojnë njëri me tjetër për simpati. Luftojnë për strategji të ndryshme për me arrit qëllimet e veta të tjera. Por me popullin tonë shqiptar, plotësisht pajtonë me atë që tha, ka qenë gjithmonë në një
konvergjencë, në një takim. Kështu që duhet me përmend se është ndihmu themelimi i shkollës shqipe. Problemi ishte të mësoj gjuhë shqipe, kjo ishte baza. Prandaj dhe kjo nuk mund të quhet iniciativë private kur Idris Jakova është dërguar nga Komiteti për Mbrojtjen e Shqipërisë, i cili 2 vjet më vonë organizon kongresin e Manastirit. Do thotë është një iniciativë kolektive shqiptarëve, po ky ka qenë niveli i organizimit shqiptarëve në atë kohë. Nga aty u tha se Tryeza e mbajtur sot shënon zyrtarisht fillimin e aktiviteteve përkujtimore të 110 vjetorit të kësaj shkolle historike. Edicionin po përmbylli me informacione nga ndeshja e djeshme mes klubit të basketbollit Vllaznimi e klubit të basketbollit Trepça, ndaj të cilët kuqëzënjët korrën një fitore shumë të rëndësishme. Vllaznimi mbrëm ka fituar një ndeshje dramatike kundër Trepçës në Gjakov me rezultat 85-83. Kuqëzënjët siguruan fitoren në sekondin e fundit fal një gjuajtjeje spektakolare të Jericho Helms, i cili ndezi atmosferën në palestrën e Shaninushit. Do të gjuan në sekondën e fundit Jericho Helms. Shpërthen atmosfera. Vendasit ishin më të mirë që nga fillimi i ndeshjes duke dominuar çerekun e parë me shënime të sakta dhe mbrojtjeje të fortë që përfundoi 31-19. Mirë po në çerekun e dytë gjithçka ndryshoi. Mitrovicasit morën lojën në dorë dhe fituan këtë periudhë me rezultat 33-15. Edhe çereku i tretë i takoi Trepçës, e cila vazhdoi ritmin duke fituar 19-13 dhe duke ruajtur epërsinë, por në çerekun e fundit erdhi përmbysja e madhe. Vllaznimi shpërtheu me të 3 pikësh atë Markus Werik, i cili ishte i pandalshëm. Ndeshja u mbyll 85-83 në të mirë të kuqëzënjëve. Markus Werik ishte më i miri me 27 pikë, ndërsa Jericho Helms regjistroi 24 pikë. Pas 2 fitoreve rresht, Vllaznimi është ngjitur në vendin e 6 të tabelës me 12 pikë, ndërkaq Vllaznimi të mërkurë në Shaninushi pret yllin. Shpërthen atmosfera, do të rishikohet edhe njerë. Jericho Helms është heroi i kësaj përballjeje me atë realizim në sekondën e fundit. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndajmi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Ekspozimi i produkteve ushqimore për shitje, pengesë për lëvizje në rrugën Yll Morina e Ali Pashti Pelena. Mbeturina inerte vazhdojnë të hudhen në natyrë. Intelektualët e shoqatës Jakova shënuan 110 vjetorin e shkollës së parë shqipe në Gjakov. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.